Alp Telekom dhe Eagle Mobile ka festuar një qershori në Stamboll bashkë me 10 nxënës me rezultate të shkëlqyera të përzgjedhur nga shkolla të ndryshme të kryeqytetit. Grupi i fëmijëve është përzgjedhur nga familje në nevojë në bashkëpunim me zonjën e parë të Uta Topi. Alp Telekom dhe Eagle Mobile për të dytin vit-resht mundësojnë festimin e një qershorit në Turqi së bashku me drejtuesit më të lartë të grupit Çalik. Fëmijët kanë vizituar në Stamboll qendrën e kompanisë prestigjioze Çalik Holding, ku janë pritur në një takim të veçantë nga presidenti i kësaj kompanie, zoti Ahmet Çalik, ndërsa pasdite janë pritur nga konsulli shqiptar Ermal Muça. Grupi i fëmijëve ka vizituar edhe njërin prej grupeve mediatike më prestigjioze në Turqi, Turkuvaz. Fëmijët u përzgjodhen nga shkollat të 9 vjeçare, Bajram Curi, Shkolla e Kuqe, Xhezmideli, Fanoli, Dhora Leka dhe i gjimnazi Qemal Stafa. Alp Telekom dhe Eagle Mobile edhe në vitet e kaluara ka vlerësuar nxënësit dhe studentët më të mirë, fëmijët jetim me shëtitje të tilla dhe bursa studimi. Ndërkohë Eagle Mobile, krahas bursave që vazhdon të jap për fëmijët jetim, ka kontribuar edhe me projektin e mirënjohur Biznesi në ndihmë të fëmijëve jetim, në të cilin ka ftuar 25 biznese të tjera që kontribuan për këtë pjesë të rëndësishme të komunitetit në Shqipëri.